Atyre Hoxha I cili po na ndjek, po patjetër se cili all views se ka sloganin Euronews, unë e them her pas here, gjitha këndvështrimet, gjitha pikpamjet. Zoti Hoxha, përshëndetje, besoj po na ndiqe diskutimin cilin ishim duke zhvilluar deri më tani. Ke një koment paraprakisht? Mi mbrëma, Greta, faleminderit për ftesën. Koment patjetër, po u bë shumë gjëra dhe tani nuk di nga ta filloj, po do filloj nga ky e fundit. E fundit. Më bëri shumë çudi që gjatë gjithë diskutimit të kolegëve tuaj aty në panel, u tha çdo gjë për opozitën, por nuk u tha asnjëherë pse opozita, po themi, ka marrë këto lloj rezultate, sepse përballë ka një qeveri e cila makinerinë shkatruese të votës në disfavor të opozitës, por në favor të saj, ka një makineri e cila funksionon me të gjitha baterit, duke marrë shkas edhe nga ajo që tha Uloni, që ne në opozitë edhe në një pushk ose në një fishek. Unë mendoj që kemi përballë një Armiku I partisë me sa duket do dalë Uloni tani. Kemi përballë një qeverisje e cila dhe një kryeministër I cili bën çdo gjë që të mos ketë zgjedhje dhe ne pastaj kërkojmë me të gjitha mundësitë tona që opozita të reformohet, opozita të ndryshojë leadership, opozita të ketë gjaktëri. Unë jam absolutisht dakord për të gjitha, absolutisht asgjë nga ato që kolegët tuaj aty në studio thanë, mund të ajë diskutim, por mendoj që kryesisht ne do duhet të fokusohemi pse Shqipëria nuk bën asnjëherë zgjedhje, pse Shqipëria ka një kryeministër autokrat I cili të gjithë makinerinë e tij e fokuson në tjetërsimin e votës. Pra vota nuk është problemi thjesht sepse Rama I vjedh. Ky termi vjedhje duhet të zhduket edhe nga po themi nga ne përfaqësuesit të opozitës, sepse Rama nuk I vjedh votat. Rama I tjetërson përpara se sa ato të shkojnë në kuti. Pra ju mendoni se kritikohet më shumë opozita ndjes, zoti Hoxha. Pra mendoni që kritikohet më shumë opozita se sa qeveria në pushtet. Pra partia e cila është në qeveri. Dhe ky është gabim se e dobëson, përveçse që opozita duhet të jetë alternativë. Greta, nuk thash që është gabim absolutisht, edhe opozita duhet kritikuar sepse nga opozita njerëzit kërkojnë që të jetë me performancë më të lartë për të qenë përballë një keq qeverisje, absolutisht nuk kam asnjë gjë lidhur me kritikat që I bëhen opozitës për të performuar apo për të pasur përballë Edi Ramës një alternativë morale, siç do duhet të jetë. Por nuk duhet kursesi ta anashkalojmë, thash dhe një herë, se çfarë kemi përballë, sepse ja ku është zoti Kalaja aty, pse nuk votuan qytetarët e Durrësit për një figurë si zoti Kalaja me 20.000 apo 30.000 vota. Pra nuk është thjesht elementi individ, po themi, nuk duhet minimizuar. Dhe në çdo qark ka pasur djem dhe vajza, burra dhe gra, të cilët absolutisht kanë kartën morale me vete, siç është Auloni, po I referohem edhe I kërkojnë ndjes se po I referohem përsëri, por jo, po I lavdron në rastin konkret, kështu që besoj Auloni ka marrë ato vota. Kështu që jo, është dhe komplimenti për Auloni, kështu që besoj I kënaqur është. Dhe mos e kërkon ndjes fare. Po nuk besoj se Auloni ka nevojë për komplimentat e mi sepse e ka ndërtuar vetë. Dhe unë mendoj që thash, do duhet që ne të flasim në të njëjtën kohë që bëjmë kritika, apo kërkojmë nga opozita për të reformuar, për të qenë korrekte, për të qenë me kartat morale, për të qenë në rregull, do duhet absolutisht të themi në të njëjtën kohë që po kemi përballë edhe Belinda Ballukën, se zotëria ju referua Gazbardit në Fier. Po përballë atje ishte edhe ai Arbian Mazniku në Elbasan. Po përballë këtu në Vlorë ishte edhe zoti Çuçi. Duhet të themi se me kë kemi të bëjmë. Janë njerëz të cilët shfrytëzojnë çdo hapësirë, të cilën ata zotrojnë sot si në administrat, si në financa, si në bandat e armatosura të cilat janë gjatë gjithë kohës pjesë e proceseve zgjedhore dhe ku njerëzit dihen të agresuar, madje edhe kandidatë opozitës janë ndier të agresuar në zgjedhje. Kemi të larguar zoti Hoxha, kemi të larguar të cilët shkojnë për pozicione drejtuese në Partinë Socialiste. Kishim dhe rastin e Vlorës, kemi dhe rastin e fundit të zonjës Caka. Vlora është eksod I madh. Po me që kemi nga Vlora dhe zotin Hoxha, po e lidh pak edhe me rastin, ndërkohë regjia, më ndihmoni pak me një grafik nga Partia e Lirisë, kemi edhe disa largime, me që kemi përgatitur. Po, ta vetëm ikin më... Po, ju dëgjojmë. E para njerë, unë mendoj që edhe kjo është një makinacion të cilin Rama apo media pranë Ramës, këtu në rastin konkret në Vlorë, për shumë tek ajo lista që ka darë, listë e famshme që janë larguar X-i dhe Y-i, unë mendoj që janë makinacione të mediave pranë Ramës dhe portalet të cilët përpiqen që të japin një goditje opozitës,
duke thënë që po largohen njerëzit drejt mazhorancës. Unë e kam thënë edhe një qendrim tim edhe në një studio tjetër, nuk mendoj që Rama ka 24.135 vende pune për gjithë votuesit e Partisë Demokratike në qarkun e Vlorës, se aq më pak 529.000 kusur votues në gjithë Shqipërinë që votojnë Partinë Demokratike. Dhe këto nuk janë vota të cilat as janë bler, as janë intimiduar, këto janë vota bio. Greta, dhe unë mendoj që absolutisht edhe ajo minimizimi që ta quajmë Partinë Demokratike si partinë më të madhe opozitare, është partia më e madhe opozitare sepse janë faktet, janë numrat ato që e cilësojnë Partinë Demokratike të tillë, dhe çdo kush duhet mendoj unë që të bëj një refleksion lidhur me qëndrimet e tija në të kaluarën, por edhe në të ardhmen. Ne do duhet që patjetër nuk kemi luksin që të humbasim asnjë në këtë rrugtim dhe në përballje me Ramën, sepse duke vendosur gjitha këto, sa thash, kundërshtarit ton politik, absolutisht që figurat cilat do duhet që të japin kontribut dhe që të qëndrojnë pranë Partisë Demokratike do duhet të kenë gjatë gjithë kohës ftesë nga drejtuesit e Partisë Demokratike. Zoti Hoxha, faleminderit për kohën. Ju përshëndes. Një sekundë. Faleminderit juve. Zoti Lita, pas ka një replikë, po besoj do ketë mundësi të na ndjek Zoti Hoxha. Po, Zoti Lita.